إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Fa imma ya'tiyannakum minni huda فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى." Që do të thot, dhe ati që vjen udhëzimi nga ana ime dhe e pason atje, atëherë ai nuk do jetë i devijuar në këtë botë dhe as nuk do jetë i dëshpëruar në botën tjetër. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Dhe kushdo që ja kthe shpinën udhëzimit tim, pra kushdo që ja kthe shpinën ligjit tim, dhe kushdo që ja kthe shpinën Kur'anit tim dhe Islamit i kështu me radhë, atëherë ai do ketë jetë e vështirë në këtë dynja dhe jetë edhe më vështirë e pret në botën tjetër. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dhe thot Allahu dhe në ditën e kiametit e ringjallëm qarr, e ringjallëm të verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Dhe thot Zoti im, pse më ringjallet verbër, pse më ringjallet qarr, kur unë kam pon dynja. Allahu xhelalu ala i thot: "Kedhalika atatka ayatuna fanasitaha." Thot kështu ne t'i afruam argumentet tona, mirë po ti i braktis ato, ti i lave ato, ti i harrove ato. Fa kedhalika al-yawma tunsa. Ashtu që shi ke harrua ditë, ashtu që shi ke braktisa ditë, kështu do jesh i braktisur sot. Allahu na ruajt. Duke u nis nga këto ajete kuranore, vëllezër të nderuar, kuptojna se rruga e Allahut është rruga e shpëtimit. Sistemi që ka vendosur Allahu është sistemi i shpëtimit. Ligjet që ka vendosur Allahu është ligji i shpëtimit. Dispozitat që ka vendosur Allahu janë dispozitat e shpëtimit. Urdhresat që ka vendosur Allahu janë urdhresat e shpëtimit që të çojnë në xhenetin e Allahut. Dhe ndalesat të cilat i kanë ndaluar Allahu janë shpëtim për neve, shpëtim këtë botë, shpëtim në varr dhe shpëtim në ditën e ringjalljes. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon në disa ajete kuranore dhe thot: "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Kur tregon për Ben Israelit, pra për popujt e të cilët Allahu kishte dërguar pejgamber, në vend që të pasonin pejgambert e Allahut, në vend që të indishnin udhëzuesit e Allahut, të dërguarit e Allahut, ndëgjo se çfarë kanë ndjek këta njerëz. Thot Allahu, ata Ben Israelit i kanë marrë, pra krishterët dhe jahudit i kanë marrë për zota, thot ahbarët edhe ruhbanët. Kush kanë qenë ahbarët dhe kush kanë qenë ruhbanët? Thot ahbarët kanë qenë dietarët e tyre, edhe ruhbanët kanë qenë të devotshmit. Pra të jahudit kanë qenë dietarët, dhe të krishterët kanë qenë ibadetxhit. Ibadet në kulmin e ibadetit. Ndërsa çifutët kanë pas libër të zbritur për janë se Allahu subhanahu wa taala, që kishte zbrit Allahu të Musa dhe të Isa alayhimus salam dhe të Davudi. Dhe subhanallahu tash populli
Çfarë kishte bërë? Në vend që t'i pason të pejgamber të Allahut, i pasonin dietarët e tyre dhe i pasonin ibadetxhit e tyre. Në çka i pasonin vëllezër të ndershëm? I pasonin në lejimin e haramit dhe në ndalimin e halalit. Pra dietarët e jahudive, atë që Zoti kishte thonë haram, këta i thëshin halal e keni. Dhe adhurues të krishterëve, atë që ishte halal, u thashte haram është kjo. Dhe çfarë kishin vepruar populli? Ju kishin bind atyre në këtë. Pra i kishin bind. Pra ata që ka njerëzit u thashin, kjo është halal, i respektanin. Kjo është haram, i respektanin. Edhe nëse bind të ndesh me ligjin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu azza wa jall po thot këta i kanë marrë për zot ata. Po i kanë marrë idhuj, kanë adhuruar në vend të Allahut. Kur ka zbrit ky ajet kuranor, një ish i krishter, pra Adi ibn Hatim që ka qenë krishter, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "O i dërguar Allahut." Kur e ndëgjoi këtë ajet kuranor, tha, "Ne nuk i kemi adhuruar ata. Nuk kemi agjëruar për ta, nuk kemi fal namaz për ta, nuk kemi bërë ruku për ta." Pejgamberi alayhi salam i tha Adi ibn Hatim, tha, "O Adi, a ju kanë leju haramin?" Tha, "Po." Tha, "Kanë ndalu halalin?" Tha, "Po." Tilke ibadetuhum, ky ka qenë ibadeti që ja keni bërë ju atyre. Pra nuk është ibadet vetëm rukuja dhe sezja. Normal, kjo është një prej llojeve të tyre. Namazja, xherimi, tavafi, haxhi, umria. Mirë, po edhe kjo është një lloj ibadeti. E me cilin Allahu xhelalu ala quajti që i kanë marrë Zot apo sallat. Dhe veni re, të ky ajet kuranor vëllezër të nderuar, Allahu po t'i kanë marrë dietarët dhe njerëzit të devotshëm. S'po tregon që i kanë marrë ignorantët, e as njerëzit pa vlerë, po njerëzit që kanë qenë simbol i fesë. Po njerëzit që feja është kthy te këta. Po këta i kanë marrë Zot apo sallahu xhelalu ala. Dhe Allahu po tregon se ata kanë bë kufër në Allahun subhanahu wa taala dhe kanë humbur gjën më të vlefshme dhe më të çmuar, domethënë e kanë humbur dinin e tyre, e kanë humbur imanin e tyre, e kanë humbur fenë e tyre. Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu xhelalu ala thot në Kur'an, "Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah." Thot Allahu azza wa jall, a vallë mos kanë ata idhuj që ju kanë vendosur atyre ligje për të cilat s'ka dhënë leja Allahu. Vënë re vëllezër të nderuar, për me llogarit një diçka halal ose haram, duhet me dhënë leje dikush. E ai që duhet me dhënë leje në këtë rast është Allahu xhellahu ala. Pra Allah është ai i cili jep leje çka është halal, çka është haram. Për shembull, ne kur thonë coftira është haram, pse Allah ka dhënë leje se kjo është haram. Kur thonë mishi i derrit është haram, pra Allah azza wa jall ka treguar që është haram. Jo kur thonë mishi i lopës i delës është halal, pra Allah ka dhënë leje që është halal. Pra ai i cili ka drejtën e ligjvendjes dhe vendosjes e ligjit dhe halalit dhe haramit, është Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili thot në Kur'an, "Ala lahu al-khalqu wal-amr", dhe në rrethet me të vërtet ati i takon krijimi dhe ligjvendja. Të gjithë dinë se nuk ka krijues tjetër pas Allahut. Edhe kanë do që e pyetësh prej neve, kush e ka kriju këtë, themi Allahu. Kush e ka kriju diellin, Allahu. Kush e lëshon shiun, Allahu. Pra nuk e shoqëron Allahun askush në krijim. Pra Allahu po atë ashtu që i takon krijimi dhe veçohet Allahu me të, njashtu Allahu azza wa jall i takon edhe ligjvendja dhe urdhri dhe halali dhe harami, dhe vetëm Allahu azza wa jall ka drejt me vendos. Për arsye se vëllezër të nderuar, nëse ja u lën këtë çështje në dorë njerëzve, është shembull, ato që Zoti ka thonë për shembull halal, edhe e don shumë, shembull merret të çështja e hijabit, mbulimit të grave. Mirë, po demokracisë edhe njerëzit të cilët vendosin ligjet nuk ju përshtatet kjo. Pa i thot haram. Alkoolin Allah azza wa jalla urren, bile ka vendos ndeshkim për të, e ka vendos kamxhia për të. Mirë, po kjo nuk përshtatet me demokracinë. Dhe demokracia i thotë kjo është halal. Pra vëllezër të nderuar, shiko se sa është e rrezikshme me imanin tan. Ti që falësh, ti që agjeron, ti që quhesh syfir, ti që shkon haxhin numër shpenzon për pasurisë sonë, ti që jap sadaka dhe shpenzon Allah me ta pranuar. Prandaj vëllezër të nderuar, këto çështje nuk ka hajgare.
Allah azza wa jalla thot innahu laqawlun fasl, me të vërtetë aja është fjalë e qartë e Allahut. Wa ma huwa bil hazl, nuk është hajgare, nuk është tallje. Feja Allahut azza wa jalla është fe serioze, e ka zbriti modhi Allah xhelalu ala me jetun në metën tokë. Edhe varësisht boza asoj se çu jetojnë në këtë tokë, atëherë edhe ka marrë shpërblim ose ndëshkimin e botën tjetër. Shkani vëllezër të nderuar, çështja e zgjedhjeve dhe çështja e votimeve, se si janë duke luajtur me këtë popull të gjorë dhe me këta njerëzit e shkretë të cilët punojnë natë ditë për me arrit deri te kafshat e gujës, ndërsa i kanë bërë milionat, edhe nuk interesuan fare për atë se si është gjendja popullit. Kanë bërë për veti miliona, miliarda pasurie që as vetë nuk e din. Mirë po, megjithatë, çështja e popullit nuk i intereson fare. Çështja e popullit nuk i intereson se ai ecë përpara se ecë përpara. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka rapi zemrat tyre, ka rapi syni tyre, e kanë harruar Allahun xhelalu ala, e kanë harruar krijuesin e tyre, e kanë harruar qëllimin e krijimit të tyre. As duhen me ndëgju për pejgamberët e Allahut, as duhen me ndëgju që Allah ka zbrit libër. E përderisa këta kanë rapi pej tyre, atëherë edhe me parsore është që të bjen popullata e gjurë, edhe të bjen popullata e shkreti kështu me radhë. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala shiko se çfarë thot në Kur'an, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Thot me të vërtetë ata që e përçon fenë e tyre dhe u ndonë grupe ti s'ki baj kur që me taj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni se si këto votime dhe këto zgjedhje i kanë personalitetin e muslimanëve, dy muslimanë të cilët vinë në xhamin tash nuk flasin për shkak partijave të ndryshme. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala tregon se kanë dalë vllazërin muslimane, o vllazët musliman, vllazët për cilët pejgamberi alayhis salam thot në hadith, 7 kategori njerëzish kanë me u fut në hijen e arshit të Allahut, a ditë kur s'ka hije tjetër pas hijes së tij. Një prej tyre është nëse dy veta janë dashur për hir të Allahut azza wa jall. Ndërsa këto parti vëllezër të nderuar i kanë dashur vëllezërit musliman, i kanë bëu më urrejt për ta, më dash për ta dhe më idhnu për ta. A njeriu duhet më dash për Allahun xhelalu ala, edhe kur e do dikan me dash për Allahun xhelalu ala dhe kur e urrejn dikan me urrejt për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër të nderuar, e kanë dashur babën me djalin, e kanë dashur vllavin me vllavin, e kanë dashur dajen me nip, e kanë dashur burrin me grua. Domethënë aq shumë kanë dome dhe aq shumë kanë pasojë saqë kanë dikuar edhe në familjet e muslimanëve, e kanë dikuar tek hoxhallarët dhe tek muslimanët të cilët falen i saf, i drejtohen i Allahut, i drejtohen i kible, i drejtohen i Qabës, edhe besojnë i Kur'an, edhe besojnë i pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Asa rrezikshme është kjo vëllezër të nderuar, nga se Allah azza wa jalla thot në një hadith kutsi, men aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Kush më nguc një mik, kush më armitson një mik, se i kum shpallur në luftë atij. Para më me armitson një vëlla musliman për partia të ndryshme dhe për lider të ndryshëm, të cilët nuk e kanë shembull urnat e Allahut dhe as nuk e kanë shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër të nderuar, prej dëmeve të zgjedhjeve dhe votimeve është që humbja kohës në gjëra të kota. Koha vëllezër të nderuar shumë e shtrejtë dhe këtë kohë që ne jemi duke humbur, ajat janë varri thot Allahut Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ato Zot jam kthem edhe në dynjë, punoj vepra të mira jo sikur sa ato që kanë punuar sa ishan mbi tokë. Prandaj ai lyp më kthyen vendin tan, ndërsa ne e humbun kohën, ndoshta kur thirrëm namaz me xhamat nuk jeni në xhamie, kur thirrësh në xumë nuk jeni në xhamie, kur thirrën sabah në yasin nuk jeni në xhamie. Mirë po je shumë entuziazm për me nga dhe me hub kohë pas gjërave të kota të cilat Allahu subhanahu wa taala i urren. Gjithashtu vëllezër të nderuar, përveç humbjes së kohës, është edhe humbja e pasurisë. Sa milionat po harxhohen pas zgjedhjeve dhe votimeve. A nuk është më mirë për ato të shfrytëzohen për të mirën e muslimanëve, të shfrytëzohen për të mirën e popullit dhe të mirën e kësaj rinie, e cila ditë për ditë është duke marrë të porzën, ose ikë jashtë vendit, ose mbrana vendit, ja ka mësye drogës, ja ka mësye alkoolit, ja ka mësye prostitucionit, ja ka mësye gjërave të kota të cilat edhe po i përjetojnë ditë për ditë. Prandaj vëllezër të nderuar, e vetmja gjë që na shpëton është kthimi te Allah subhanahu wa taala dhe bindja në Allahun azza wa jalla dhe respektimi i Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër të nderuar, e shohim në këto zgjedhje dhe votime se si
njerëzit domethënë preokupohen vetëm për numrin, ama jo për cilësinë. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu xhelalu ala thotë në Kur'an: "Wa in tuti akthara min fil ardi yudillunaka an sabilillah." Nëse i bindësh shumicës në tokë kanë me deviju për rrugës së Allahut azza wa jall. Sa toka paraversisht numëron 8 miliard njerëz. Mirë po sa prej tyre janë musliman. Nëse shkon ti me shumicën, Allahu na ruajt, atë shumica në xhenem, por shumica nuk adhurojnë Allahun, shumica se njohin Zot Allahun xhelalu ala për krijuesit e tyre. Prandaj muslimani duhet, siç thot Allahu azza wa jall: "Wa qalilun min ibadiy shakur." Dhe pak prej robëve të mi janë falëndërues. Dhe pak prej robëve të mi ndjekin rrugën e drejtë. Prandaj bëju për asoj pakicët të cilët nesër pritet me shpëtu kur dilsh para Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, prej dëmeve të këtyre zgjedhjeve time është ajo se njerëzit nuk e këshyrin mënyrën për me arrit deri tek pushteti. Domethënë nuk e këshyrin me kanusht. Muslimani kur e shqiptar shahadetin dhe thot fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kjo fjalë ka kushte. Po kjo fjalë ka zak kanë ki vëlla. E kanë do të mi dasht. E kështu me radhë. Ndoshta qëllon me ata ateistin, me ata i cili ta kesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tallet me pejgamberin tan, ndërsa ti mundohesh me mishë me shpirt me ngrit ato përpjet. Prandaj qysh do me ngrit ato i cili ta shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para pejgamberit ta shohin krijuesin tan, ta shohin Allahun xhelalu ala dhe nuk e ka dert fare. Prandaj vëllezër të nderuar, nuk kush çështje hajgare, mirë po çështje dini Allahut azza wa jall, është çështje feja Allahut azza wa jall. Me për këtë fe këmu pyet në varr, për këtë fe kanë me tul me laçet dy, munkirë dhe nekirë kanë me të pyet ma dinuk, cili ka qenë feja jote, cili ka qenë ligji jote, sistemi jote që ke jetu mbi tokë. Ndoshta kështu vëllezër të nderuar mbi tokë, gjindesh dyqysh, mirë po në tokë qysh do mu gjin. Nëse s'ke jetu me islam dhe s'ke vdek me islam, vallahi kia afër sa dush, mretin e mret soi dynjaje me pas, s'ka me të bë dobi kur gjë. Ndihme atina. Ai mundet me orë me ty deri tek varri, mirë po në varr mrena ka me të lanë me melaqet e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër të nderuar, Allah azza wa jalla thot në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula." Te çdo popull kena çu pejgamber, kena dërgu pejgamber, yani ibudullaha wa istanibu at-taghut. Dhe kemi thënë adhuroni Allahun dhe largoni taghutit. O largoni adhuroni Allahun për këtë dhe je krijuar. E largoni taghutit atë i cili nuk gjykon me ligjin e Allahut, atë i cili ka vendosur veten ligj vend të Allahut azza wa jall, lejon dhe ndalon pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, Allah thot në Kur'an: "Ya ayyuhallazina amanu atiu Allah wa atiu rasul." O ju besimtar, bindju Allahut dhe pejgamberit e tij. Wa ulul amri minkum, dhe bindju paris për juve. E paria janë dietarët, janë hoxhallarët të cilët ju udhëheqin me ligjin e Allahut azza wa jall. E ka kurzu pejgamberi son përderisa falin namazin dhe ju udhëheqin me librin e Allahut subhanahu wa taala. Këta na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala me ju bind atyre. Gjithashtu vëllezër të nderuar, ne shohim se Islami ka vendosur disa rregulla, për shembull te çështja e dëshmisë. Allahu azza wa jall ka vendosur që 2 gra bojnë sa një burr të çështja e dëshmisë. Shembull dojna me marr bash dikon. Atëre morëm një burr. Po se kena një burr tjetër. Atëre kanë drejt me marr 2 gra. Po 2 gra bojnë sa një burr. Edhe kështu domethën pranohet apo shënohet çaj bash që është marr pe filanit dhe alanit. Allahu xhelalu ala kështu po e quajnë dëshmi. Mirë po te çështja e votime. Atëherë dëshmia jote në këtë rast vota jote, edhe vota e një gruaje po janë të barabarta. Allah azza wa jall ka thonë: "Wa laysa dhakaru kal untha." Dhe nuk është njëjtë burri sikur se gruaja. Pra Allah azza wa jall i ka dhënë përgjegjësi më të madhe burrit. Edhe pejgamberi sa ka treguar se nuk shpëton një popull i cili udhëhiqet për një gruaje. Njashtu siç nuk jemi duke shpëtuar ne. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur ligje dhe rregulla dhe dispozita. Ne jemi të urdhëruar prej Allahut, jo prej dikujt tjetër, po prej Allahut xhelalu ala. Sa e madhron Allahu në zemrën tonë, sa don Allahu azza wa jall në zemrën tonë. Prandaj këtu janë këshilla që do të më pas parasysh dhe mos më kundërshtu Allahun azza wa jall. Nga sa Allahu subhanahu wa taala ushtrinë e tij e ka të fortë. Dhe ushtrinë e tij nuk e di kush posti. Dhe Allahu azza wa jall mundet me na dënu me dënime të ndryshme. Mundet me na dënu me tërmete, mundet me na dënu me smundje të ndryshme, mundet me na dënu me lloj dënime të cilat pastaj ngjan fjala jonë dhe përputhet me fjalën e atyre që ka dënu më herët inna kunna dhalimin. Na i kena bo zullum vetes son. Wa ma zalamnahum, sa Allah nuk ju kena bo na zullum atyre.
walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mirë pa ata I kanë bërë zullum vetes së tyre. Prandaj vëllezër të nderuar, ta dojmë fenë Allahut subhanahu wa taala. Ta dojmë ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo ka më na shpëtun këtë dynjë. E ndëgjuat ajetin që është fillim se kush do që e pason këtu zem, ka me pas jetë mirë. E kush ja këtë shpinën, ka me pas me ishe të ndonkja. Ka me pas jetë vështirë. Ka me pas jetë të mërshme. Ka me pas stres. Ka me pas të lashën këtë dyja. Ka me pas brenga mërë të kur s'ka mjë shfot. Edhe nëse që të kryt një stokin më të shtrejnë këtë dyja. Edhe blen ka uqin më të minë këtë dyja. Wallahi gjumi nuk ka me pas mundësi me ble nëse ja ka kthyje shpinën Allahut subhanahu wa taala. Njëjtë edhe që jam duke vujse njerëzimi. Prandaj Allahu xhelalu ala na do neve. Edhe na duhet me dashur ato. Edhe ajo që Allahu xhelalu na do na ka udhëzue, na ka dhënë gjë më të mirë. Allahu xhelalu thot: "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr." Si pe japna përparësi asoj që është më e keq ndaj asoj që është më e mirë. A ka një tregtar I cili mundet me dal treg, edhe me shit shembull pemë dhe perimet e shëndosha, edhe me ble ato te kalbra. Cili do bante këtë vëllezër të nderuar? Edhe është e pa logjikshme dhe do akuzojshëm për mendje lehtësi ato I cili bani gjatë të tillë. Prandaj Allahu subhanahu ta ka dhënë gjën e shëndosh, ta ka dhënë imonin, ta ka dhënë fenë, ta ka dërguar pejgamberin, ta ka zbrit librin. Mos gabon me shit këto. E me morë pastaj gjërat e kalbura të cilat Allahu subhanahu wa taala nuk I dan dhe urrim. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala thon Kur'an: "E fe nej'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun." A mos vallë do I bojnë barabart muslimanët dhe kriminalet. Ç'është me ju që gjykoni kështu? Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim." Sa aron është aja fjallë që del prej gojës së tyre, kur e barazojnë ligjin e Allahut me ligjin e krijesave, kur e barazojnë dëshminë e burrit me dëshminë e gruas, kur thrasin se ato janë më të dobishme vota dhe zgjedhja se sa ligji I Allahut subhanahu wa taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Sa aron është kjo fjalë e cila del prej gojës së tyre. Wallahi kur kanë thonë për Allahun ka djalë dhe gru, gati sa s'ka pelësi qielli, gati sa çato ka dhe gati sa se ndro kodrat. E njëjta ndodh me këto kufriate të ndryshme të cilat na kanë lodh kryt dhe të cilat na kanë prish familjet tona, dhe I kanë prish këtë popull, dhe I kanë prish ta musliman, të cilat nuk kanë luftuar dhe nuk kanë punuar për me ardhur deri çitue. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që Allahut na kthen ka Islami dhe ka mira dhe ka hajri dhe ta pasojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, një ditë prej ditëve Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu e kishte marrë një fletë nga Injili. Injili ka qenë libri I Isait alayhis salam. Edhe e lexonte këtë fletë të Injilit. Edhe peshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u zemrua dhe I tha hedhe, pra gjuja Omer, se pasha Allahun e madh. Po pejgamberi son po betohet edhe mos mu betue hak fjalët e tina. Thot sikur Isa alayhis salam me kon gjallë, edhe me kon këtu prezent, nuk do I lejuaj me pasu Injilin e zbritur nga Allahu, vetë se do e kishte obligim dhe detyrë të me pason të mua. Kjo nëse Injili do ishte I pandryshuar që ka zbrit Allahu, do dashke me gjuh Injilin, edhe pastaj me pasu Kur'anin, librin e Allahut azza wa jall. Çka ta mërmenja vllai do shumë musliman për atë I cili nuk është Injil. Po është kundra Injilit. Është kundra Injilit të Isës alayhis salam. E është kundra librit Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall në Kur'an: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Thot Allah azza wa jall nuk I takon I besimtarit dhe një besimtares, kur Allahu dhe I dërguari kanë vendosur për një çështje, ata me zgjidh rrugë tjetërfare. Pra me marrë një rrugë dy tjetër jashtë asaj rrugës së Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu në ajetin 65 surës Nisa, ndërgjë këtë ajet me vëmendje nga se Allahu betohet në vetveten e tij të madhreshëm. Thot fela wa rabbik, pasha Zotin tënd, la yu'minuna s'kan besue. Kush?
hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum, s'kan besu musliman derisa të mos morin ty gjykatës mes tyre. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj, pastaj mos me zgjedh paknatësinë zemër, wa yusallimu taslima, dhe më dorëzuani te Allah plotësisht. Pra Allah po ban ben madhrinë e tij. Dhe Allah subhanahu wa taala madhra veten e vet. Dhe është më i madhërishmi dhe madhështori, se s'ka besu askush përderisa se merr Allahun dhe pejgamberin son për gjykat, dhe pastaj mos me zgjedh paknatësi, dhe pastaj mos me u dorëzue plotësisht Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu thot Allah azza wa jall Kur'an: Ja ju alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. To ju që besuat mos dilni para urdhrit të Allah dhe urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me nëpërmjet vota dhe zgjedhjeve le që kanë kaluar urdhrin e pejgamberit alayhis salam, mirë po kanë kaluar edhe mbi fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allah azza wa jalla thon në ajetin tjetër: Ja ju alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. O ju besimtarë, mos e ngritni zonën mbi zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Nga si asgjësuan veprat e mira që keni bërë, edhe pastaj ju nuk e hetoni dhe nuk e vreni fare. Pra Allah azza wa jalla ka ndaluar zonën mbi ngrit mbi zonën e pejgamberit alayhis salam. Pra sikur të ishte gjallë pejgamberi alayhis salam do ndalu sahabët me ngrit tonin e zonit mbi zonën e pejgamberit alayhis salam. A thu vëllezër të nderuar, se është halli atij i cili ka ngrit zonin e tij në këtë rast, urdhin e tij, ligjet e tij mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja ka te kalu pejgamberi dhe ka shkuar dhe i ka dal para fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allah azza wa jall gjithashtu në Kur'an: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri", le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e Allahut. An tusibahum fitna, ka me godit ata fitnja sprova, ka me godit shirku dhe kufri. Au yusibahum adhabun elim, ose ku me godit dënimi i rëndë, smundja zemra është më radh. Dhe për fund thot Allah azza wa jall në Kur'an në gjuhën e Shuaibit alayhis salam: "Fasatadhkuruna ma aqulu lakum", do ju kujtohet kjo që po ja thamu në juve, çka po ju këshilloj juve, wa ufawwidu amri ila Allah, dhe çështjen time ja dorëzojmë Allahut subhanahu wa taala. Allah është gjykatësi gjithë gjykatësve, ai është krijuesi i kësaj gjithësisë, ai është ligjvënësi dhe ai meriton këtë, dhe kush pas Allahut azza wa jall nuk e meriton një gjë të tillë, sa të qoftë i afër, sa të qoftë i respektuar dhe i nderuar në këtë dynjë, megjithatë para Allahut azza wa jall nuk duhet të vendoset askush. Prandaj ta adhurojmë Allahun azza wa jall me këtë, edhe të bëmi për miqve dhe ushtarëve të Allahut azza wa jall, dhe jo për miqve të shejtanit dhe pasuesve të tij. Ta ndihmojmë fenë e Allahut dhe jo fenë e shejtanit, ta ndihmojmë rrugën e Allahut dhe jo fenë e djajve të ndryshëm, dhe ta adhurojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me këtë shpëtojnë në këtë botë dhe shpëtojnë në botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.